Nëse ka ndonjë podcast që mua më ka lënë pa fjalë është ky sot. Dua vetëm të shikoj, vazhdo fol, Meri. Jam prekur shumë për një vajzë, domethënë ajo ishte nën, edhe ajo vajza atë ditë kishte tentuar me getat që veshin, kishte mbytur veten, kanë arritur policët e kanë shpëtuar. Ndaj them, duajini burrat se burri është pjesë shumë e rëndësishme. Të gjithë kanë vendin e vet, babai vendin e vet, vëllezërit vendin e vet, fëmijën vendin e vet. Prindërve ju japin mesazh, po I doni fëmijët që mos të përfundojnë tek droga, angazhojeni në punë, angazhojeni, mund të mos ta keni biznesin tuaj, po keni kushërinj, keni komshinj, angazhojeni sa më shpesh në punë që mos u lënë shumë hapësira që të përfundojnë tek gjërat e këqija. Me të ftuarit që zgjedhim në podcast me Jonën, përpiqemi të jemi sa më të kujdesshëm që të ruajmë atë standardin dhe kemi pasur fat sepse njerëzit që na kanë ardhur në këtë podcast kanë qenë të një standardi pozitiv, e para, dhe e dyta njerëz të mirë. Sot jam me Meri Mezinin, profesioniste, autore librash dhe mbi të gjitha një grua shumë e fortë. Meri, unë të falenderoj që e pranove ftesën për të ardhur. Faleminderit Jona, ishte kënaqësi nga unë. Për mua që juve më bët pjesë të emisionit dhe jam këtu të përgjigjem ty. Faleminderit. Meri, ti ke mbaruar shkollën për juridik dhe punon inspektori në polici. Por ti shkruan libra. Më gjej të përbashkëtat midis asaj që ke mbaruar shkollën, punës që bën tani, edhe në fund pse shkruan. Shkrimi dhe policia janë dy ëndrat e mia nga rinia, nga fëmiria, pastaj po them edhe nga rinia që si harita dot, por njeriu kur do harin gjithçka, them unë edhe me vonesë, po unë I harita. Tani problemi që ndronte se ne erdhëm nga jugu dhe ishim emigrant në Tiranë, kështu që I binte që unë nuk do shikoja kur rehatin tim, por rehatin e familjes. Dhe nuk u futa dot në punë shteti për arsye se atëre pagat ishin shumë të vogla. Edhe nga ajo që familja ime ishte shumë e ngarkuar me problemet jo qera, jo 2 fëmijë të vegjël, edhe u detyrova që punoja privat dhe punoja 2-3 punë njëkohësisht që të harrija, kurse po të isha në shtet do kushtëzohesha se do bëja vetëm një punë edhe nuk do harrija dot ekonominë e familjes. Punonim të 2 burrë grua, shumë që mbijetuam domethënë. Mbijetuat në Tiranë, emigrant në Tiranë. Po. Pse thua emigrant? Po, emigrim se e provova Greqinë, një 5 muaj Greqinë edhe u ndjeva e pa vlerë, domethënë. Në fund të fundit atje më shumë se pastruese në për shtëpia, në për kështu nuk do, kurse këtu jam vetvetja, mund të punoja atë shisja akullore për shembull. Mund të mora lokale me qera, vetë shërbeja, vetë isha kamariere, vetë banakiere, bëja amëlsira, furnizoja gjithë parkun rinia. Këtu e gjeje veten, gjeje mundësi që s'kishe tur për atë që punoje, se përballë kishe atë që fliste shqip. Edhe sidoqoftë, domethënë, në një farë mënyre ne shqiptarët jemi dhe zemër mirë, edhe pajtohemi dhe me hallin e tjetrit, kështu që njerëzit unë me gjithë që kam bashkëpunuar I adhuroj se nuk më kanë parë si Meri, kanë parë që çahallesh ka Meri, domethënë, edhe unë ndaj I shfrytëzova këto mundësi, domethënë punoja në një pasticeri, shikoja si bëhej, e mundohesha në shtëpi sa arria atë në konkluzion që kjo është për të shitur dhe unë kam shitur shumë. Tipike grua e fortë shqiptare, nën shqiptare që ne I dua më shumë. Ti e di shumë mirë se sa shkruaj unë për mamat, edhe përveç se pash një grua profesioniste dhe shumë të fortë, ty pash edhe një pjesë mami. Patjetër, gratë shqiptare janë gra me këmbë në tokë, them unë, gra që nuk kanë parë veten kur, e kanë flijuar veten në shumë drejtime, në shumë dëshira I kemi groposur, për arsye që të kemi një familje të shëndetshme, të rrisim fëmijë të shëndetshëm. Unë për vete time, fëmijët jam munduar të blej rroba të reja, gjëra të reja për vete, për shembull jam stepur gjithmonë, jam sajuar se jam edhe rëbaqep se na natyra, në dimër I ngjis jam mëngët në verë I hiqa, kështu që po këtë punë kanë bërë shumë nëna shqiptare, shumë gra shqiptare, por rëndësi ka që ne rritëm fëmijë të mirë, them unë. Ke 2 djem, Meri. Sa krenare je për djemt? Jam shumë krenare dhe u kërkoj dhe falje sot në këtë intervistë se I kam lodhur më shumë se sa duhet,
po pa u lodhur të gjithë nuk do arrinim këtu që jemi. Do me thënë, ja dolëm të gjithë bashkë, edhe unë them që prindërve ju japin mesazh, po I doni fëmijët që mos përfundojnë tek droga, tek angazhojni në punë, angazhojni, mund të mos ta keni biznesin tuaj, po keni kushërinj, keni komshinj, angazhojni sa më shpesh në punë që mos u lënë shumë hapësira që të përfundojnë tek gjërat e këqija. Çfarë mendon që duhet kishe bërë ndryshe me djemt? Se thua I lodha shumë. A thonë ato sot, mami faleminderit? Jam krenare se unë I shikoj dhe lotoj, për shembull kur I shoh që janë të lumtur, janë mirë, do me thënë I vogli ka biznesin e vet, I madhi është drejtor diku, edhe I them unë, më raft pika mamit se do me thënë edhe u kam bërtitur, edhe u kam lodhur, më thonë mua jo mami, ne nuk do ishim këta që jemi. Do ishim si filani, se kanë edhe shembuj negativ në shoqërinë e tyre. Kështu që ndihem krenare kur më thonë, jo mami, ne jemi produkti që ti ke gatuar vetë, do më thënë. Çfarë gjyshe do jesh ti, Meri? Jam e mrekullueshme, jam gjyshe. Je gjyshe, mrekulli. Unë jam të gjyshet e premtja e nënës, do më thënë, që gocat ditën e premte thonë që është e premtja e nënës dhe ne do shkojmë te nënat. Unë për vete nuk mi kam bajtur vjera fëmijët, se ashtu kanë qenë mundësit, edhe mundohem të vendose kulibra me nusen, ato që si kam bërë unë, nusja ime ti ketë support nga unë, për shembull, edhe unë kur I marr fundjavë, them të më flej nusja rahat, më bëj nusja pushime, se e di që vetë si kam bërë ato gjëra. Kështu që është raport shumë I mirë edhe marrëdhënia me sa mirë, pa. E po ja, nuk e di pse I shajnë vjerat. Shiko, ka dhe disa vjera, shoqet mia që habiten me tipin tim, do me thënë se ku më shikojnë mua në punë, në televizion, te libri, në promovim, por fundjavën e kam jam përqendruar te mbesat e mia. Unë kam lënë për shembull në Kosovë çmime pa tërhequr, se më godiste aktiviteti ditën e shtunë nuk kam shkuar, se dita është dita e mbesave. Kështu që disa angazhime duhet heqim dorë nga ta lëm pak egon poshtë, se fëmijët janë më të rëndësishëm se çdo gjë në këtë jetë. Për shembull, prindrit e rinj, na jep disa këshilla. Kur kemi fëmijë të vegjël, si duhet sillemi? Nëse më duket sikur ne prindrit e rinj jemi bërë pak tolerant. Jo, me fëmijët. Me fëmijët. Shiko, tash ti se ka ndryshuar raporti. Ka ndryshuar edhe kohët, ka ndryshuar edhe kushtet, ka ndryshuar për shembull, unë kur I ka në Greqi, I mora ato fanellatat me vete që rrita fëmijët, kurse këtu e kanë më të lehtë nënat për të rritur fëmijën, jo bebelinot, jo qumshi, jo ushqimet e përgatitura. Unë them të kthehen te baza, te origjina e nënave tyre. Se një qumësh lope është më I mirë se qumshat e kutive që po dëgjojmë doli kështu, doli ashtu. Jam tek nënat që fëmia duhet të hajë ushqimet e shtëpisë. Do me thënë, të mësohen me ushqimet që ha familja. Edhe unë për shembull nusen e madhe që kam, e adhuroj, se e ushqen fëmijën, do me thënë, nuk bën gjellë shtesë. Ajo do haj supën që do haj familja, ajo sot është 2 vjeç e gjysmë goca, po ha çdo ushqim që haj jati apo e jema. Edhe kjo unë them është merita e nuses, nuk është... Për shembull, Meri, e ke lidhur ti fëmijët kollopan? Si s'ka qenë një mënyrë në fakt, që të rriteshin këmbët e drejta. Në fakt, Meri, unë jam në fshati, do me thënë, kam ardhur, jam nga Dragoti I Tepelenës, edhe fshati jonë është I civilizuar, do me thënë, po nëna ime më thoshte mua amanet, kur bëra ato pajën e bebit, dha mua amanet kopaneci, se ti drejtosh këmbët. Më thoshte mua se mirë është djalë dhe të bëhet me këmbë të shtrëmbra, po vajza jo, më thoshte mua nuk duhet që të bëhet me këmbë të shtrëmbra. Edhe unë në fakt 3 muajt e parë I lidha në mes e poshtë fëmijët, edhe mendoj që ndaj janë bërë dhe ai të gjatë, ai të bukur, aq me këmbë të drejta, mendoj unë se. Nuk e di, po ka disa gjëra që dhe mua mi ka lënë porosi gjyshja ime, ajo ka qenë nga Libahova e Gjirokastrës, edhe gjithmonë më linte disa edhe në muhabet e sipër më linte porosi jo për fëmijët, për shtëpinë, kur lani me rër ato të nxjerrjet e aluminit. Më ka mësuar shumë gjëra dhe unë prandaj I di, po në fakt nuk I kam praktikuar vetë. Meri, nga cilat ëndra ke hequr dorë ti si grua? Ëndra ime ishte për shembull shkrimi. Kur erdha në Tiranë nga Vlora,
Edhe kur u martova në Vlorë, edhe e kisha një thez xhak, nuk e di e ke parasysh ti Jona, po jo një thez xhak, edhe unë kisha gjithë hartime, gjithë poezit mbyllura brenda. Edhe kur erdhëm në Tiranë, mua më doj shtëpia dhe nuk kam qarë për ato plaçkat e shtëpisë për mobiljet, po qava aq shumë për doshkrimet e mia se I kisha gjithë doshkrimet nga klasa e 5 deri vonë, domethënë. Kisha një roman shumë të bukur për atë kisha autobiografi për veten time, ai ka qenë romani I parë që nuk u botua ndonjëherë. Se nga njerë ne që shkruajmë, nuk I shkruajmë do 2 herë ato gjëra që jedhim njerë në letër, edhe duhet kohë tani, atë e kam lënë për në fund, kur të dalë në pension do ta shkruaj. Po kod nuk është degur ai atë. Edhe për këtë më ngeli merak. Për shembull, pastaj shkruajta romanin e parë për një shoqen time, Dashuritë e humbura të një gruaje, dhe pata vështirësi, nuk e botoja dot, se me qëra, kisha paralel qëra, 2 fëmijë në çerdhën kopsh, pagoja 2 çerdhe, 2 kopshta, edhe më kryesoren kisha dhe nënën, pasi vëllezërit më ikën në kurbet dhe nuk kishin mundësi ta mbanin nënën, edhe e mora unë, pësoj një aksident, u thye në mes, I kam shërbyer nënës bashkë me tim shoq, domethënë, edhe më kushtëzua jeta, hoqa dorë nga shumë gjëra. Gjithsesi ja dola, domethënë, sot jam mirë, vetëm se në njerë Zoti, kur themi ne jemi mirë, u rregulluam, kaluam çdo gjë, na vënë në sprov, tani afër më ka vdek bashorti, kam 8 muaj, por troni vetë ëndrat falti unë e arrita. Më tha, te romani parë do marrësh kredi, romani do dalë, dhe unë romanet të gjitha I kam bërë me kredi, domethënë romanet që kam nxjerr. Është e vështirë për një autor të rezistoj tregut? Është, ja, mua sot më ka thënë një vajzë që ka një agjenci imobiliare, edhe jam gëzuar shumë, se më tha mua ndoshta nuk ta plotësoj do të gjithë librin, po një pjesë të librit do ta bëj unë. Edhe u gëzova me thënë të drejtën se ja duhet të tërheq rrogën të botoj librin, është shumë e vështirë në Shqipëri. Botimi I librave për jo vetëm për mua, po për gjithë autorët. Siç është edhe shitja, domethënë se nuk kontrollohet shitja, mua më vinë mesazhe në telefon, janë shitur kaq libra, kur shikon vete pyet librat janë në vend, ata që ke çuar, edhe është pak shumë problem. Ndaj unë bëj një promovim gjigant shembull te Muzeu Kombëtar, tani e bëra te Akademia e Shkencave, vë një kënd aty, shes librat dhe gjithë miqt që janë të ftuar e blejnë librin për respekt. Kurse tani kam zënë klientelën, për shembull, edhe nuk e çoj shtëpi botuese, I çoj në një shtypshonjë të vogël, edhe sa kopje më duhen ajo mi bën, edhe nuk rëndohem edhe ekonomikisht. Kështu që në një farë mënyre stërmundohemi në këtë pjesën e librit. Në fakt, jo vetëm ti, e thon shumë autor, unë kam pas disa autor në podcast, edhe nuk e di pse. A ka diçka që duhet rregulluar po, patjetër. Nga politika, për shembull, ç'a duhet? Unë mendoj që nga të dali një ligj që të dënohen ata që në qoftë se libri im kape diku, unë e kam gjetur librin në disa shkolla, për shembull unë s'kam çuar në ato shkolla libra. Ku I gjetën shkolla, ato s'tregojnë. Ne ndoshta I kanë bler apo? Jo, nuk I kanë bler, se unë e di sa kam çuar për të shitur, për shembull. Edhe është pak e vështirë kjo pjesë, por unë ndaj tani kam siguri në këto të shtypshojat e vogla, I çoj atje e di sa bëj edhe në një farë mënyre, po të ketë ligj që të ketë privatësi libri, do me thënë ta kem vetëm unë të drejtën e asaj, duke e kapu librin diku, penalizohet ai që e ka çuar. Edhe dihet që e ka çuar shtëpia që e ka botuar. E kuptoj. Kur the të dënohen ata u trëmba, thash tani unë jam pak liberale, me burgjet, se ashtu më thoshin policia e më e butë, pavarësisht se në jetë jam femër e fortë e gjallë kështu. Po nga njerë para të atyre të brishtëve, edhe unë bëhem me brisht si ata, do me thënë se nga njerë gabimi të zvogëlon shumë. Ata njerëz mbas hekurave zvogëlohen, mbas I kanë gabuar edhe të vjen keq se për shembull shikosh një vajzë 20 vjeçe apo një djalë, mua më duket
në shëmbëllim sikur është i mbir ai, e kupton, edhe i shoh me atë sy gjithmonë të burgosurit. Më duken sikur janë ndaj loboj për shembull me familje, u them mos e braktisni, se po i braktisen në gabimin e parë, ata shkojnë drejt humnerës, domethënë. Kurse po i ndojtën afër në gabimin e parë, ata është investim për ta për një të ardhme më të mirë. Integrohen shoqëri, integrohen me hapin e të tjerëve pastaj. Më thuaj një histori për shembull që aty në punë të ka mbetur në mendje që nuk të largohet, që vërtet je prekur shumë. Jam prekur shumë për një vajzë, domethënë ajo ishte nën, po vajzë ishte se ishte e re, ishte e bukur. Ajo kishte bërë një krim me të dashurin, sigurisht që ka bërë i dashuri dhe ajo ka qenë pjesë e krimit aty në atë moment, domethënë ka gjetur gjyshen të vrarë nga ai. Edhe ata u dënuan të dy dhe kur u bë, më kujtohet ajo ditë si sot, ka qenë drejtoresh Gjojaka, kur u bë gjyqi apelit, asaj ja shtuan edhe 2 vjet nga 20, ja bën 22. Unë isha në shtëpi atë ditë, vetëm kur dëgjoj, mbarova turnin dhe shkova në shtëpi, vetëm kur mbie zile telefonit, më thot drejtoresha, urgjent Meri do vish në unë në përburgje nuk jam trajtuar mirë si, domethënë nuk jam ndjer vetvetja për arsye se s'më kanë vlerësuar për sa jam, por në pjesën kur Gjoja ka ishte drejtoresh. Përshëndesim Gjojën. Unë jam ndjer vetvetja, domethënë ajo e kuptonte tipin tim, e kuptonte që çdo gjë që bëja zbatoja ligj tolerancë, por ama dhe dashuria duhet aty. Pavarësisht se ne kemi atë uniform të egër, edhe dashuria duhet, se në fundit ata e kanë bërë vetë në gabimin dhe e lajnë vetë atë pjesë. Ne na intereson për shembull shëndeti tyre derisa të dalin të rehabilitohen. Edhe unë me gjithë shoqet e mia, i përshëndes ndaj dhe te libri Dielli i burgut tim, këto janë dielli brenda, është dashuria e një vajze për shembull, e një djali jashtë, apo e një të dashuri që ka të dashurën brenda, policia dhe shëndetësia që punojnë me përkushtimin më të madh. Si për shëndetin, si dhe për të lënë drogën të rinjt në burgje. Edhe ajo vajza atë ditë kishte tentuar me getat që veshin, kishte mbytur veten, kanë arritur policët e kanë shpëtuar. Edhe tani nuk qëndronte problemi se shpëtoi, po qëndronte problemi se ajo në mendjen e saj monton vetëm atë pjesë që unë duhet iki nga kjo jetë. Kishte një djalë 5 vjeç, edhe unë e doja shumë dhe kur vinte te takimet, nxirja buskuqin e mbaja gjithmonë me vete buskuqin, e thoshja lyu tani se do të shikoj çuni, apo gocat nënave të tjera, edhe i thoshja mami është në punë, mami do dali shpejt, i do rish me nënën, sa të vi mami, edhe takimet aty ishin në tavolinë ndryshe nga burgu 313, e ata përqafoheshin, ishte takimet më pëlqenin dhe doja çdo takim në burgje të realizohej ashtu, domethënë se fëmijët nuk kanë faj. Se gabojmë neve prindrit. Kështu që, po dhe për qafimin s'kemi të drejtë ua mohojmë, se për shembull në burgjet e mëdha, takimet e dhomave janë shumë të rralla dhe nuk e harin dot i gjithë të burgosurit. E kupton me familjet. Kështu që unë e kam atë peng që të rregullohet edhe kjo pjesë, të bëhet një investim në këtë drejtim të takimeve. Edhe kur shkoj unë në burg, e shoh atë, e kishte shenjën e zezë të getës në qafut me rova, ja ngrita mjekrën kështu, fillova t'i bërtisja, i thash ti si e nën, edhe mora fotografinë e të birit, ti do jetosh për këtë, unë jetoj për fëmijët e mi, ti do jetosh për këtë fëmijë, si të mbyllësh sy, të vdesësh ti, kush do kujdeset, kush do ta doj fëmijën tënd? Ti ke një nën të lodhur të sëmur, ajo qoftë larg nesër vdes, djali jot ku do vej në jetimore, këtë do ti, kurse aty ai do vi të puthi ty, të përqafoj, mbas një jave do vi prap, ti do t'i japësh atij kurajo. Ndaj thash e kapa për flokësh shumë brapa, shikoj në pasqyrë sa e bukur je, i thash. Ti nesër mëngjes do marrësh çelësat e magazinës, të bibliotekës dhe je në punë. Do ta ushqesh veten që unë do jetoj për djalin tim. Unë do dal dhe fal këtij shërbimit social aty ka shumë hapësira që u falen 4 ditë në muaj këtyre që punojnë në burgje. I thash ti 4 ditë do të falen, jo një amisti, jo një ashtu, do dalësh sa unë sot. Edhe unë atëre më kujtohet, kam qenë në moshën 50 vjeç kur ka ndodhur kjo, edhe i thash unë sot martohem prap, bëra shaka, domethënë edhe ti do dalësh, do martohesh.
Ajo thoshte, jo vetëm të dalë të djalin, por djalin, jo këtë pjesën. Gjithsesi pastaj, të nesmen, unë i prura në shtëpia, jo buskuqe, jo kreme, falë shefit policisë dhe drejtoreshës me lanë t'ja çoja dhuratën, edhe ja solli drejtoresha djalin takime shtesë, e përqafonte, goditi një ditë 8 marsi, më kujtohet si sot, i futën tërë fëmijët brenda, ata jetuan një ditë nga mëngjesi deri në darkë me nënat e tyre në dhomat e burgut, edhe pse ai burg ishte i mirë në fakt, që të shikonin ata, se sot është një prall, domethënë burgu tek në Pogradec është me palestër, unë them nga njerë më mirë mos a kishin bërë aq të mirë atë burg se do rehatohen gratë atje. Shiko, se ti të bën stërvitje emocionesh, edhe na bën për qarë, po edhe e bën kështu pak më komike. Jeta është e tillë që ne duhet t'i provojmë të gjithë. Çfarë bëhet me atë vajzën sot, apo është ende? Ajo i kanë ngelur edhe pak vite. Djali po i rritet. Sa herë më krijojnë mundësinë që vetë dhuroj libra e kështu, ajo del me përqafimin më të madh, ja bën tim shpëtove jetën. Në momentin më të vështirë. Po fal drejtoreshës, e kupton se aty ishim psikologë, pse duhet vija unë. Edhe unë e kisha këtë liri nga ajo, punoja me gratë, u flisja. Unë jam gjithmonë nuk kam bariera në shoqëri, po jam gjithmonë loboj që ka një herë të parë të gjithë gabojmë. Absolutisht. Nuk jemi perfekt, askush nga ne. Por aman gabojmë sot, nesër e korrigjojmë, edhe ajo. Nesër për shembull do dalë, nuk është shumë e vjetër për atë djalë. E kupton, do dali 40 e ca vjeçe. Por aman për atë do jetë një herë e parë, edhe fëmia ka nënën e vet në krah. Po, absolutisht. Por unë di që ti një ditë në 97-ën, më duket, ke qenë duke ecur në rrugë. Më duket se në 97-ën ka qenë. Po, 97. Edhe më pyesër për gocën. Po. Edhe aty ke parë një vajzë të vogël që lypte? Ne ishte në kushte. Jo, në atë moment e pash që po e rifte njerku. Edhe unë ndërhyra, se e njifja nënën e vet. Atëre isha menaxherët e Partizani. Edhe kjo vinte shiste kështu bajamet me kaush. Unë ja bleja, u thëshja edhe atyre që njifja, ja blenim ato, se asaj i kishin vënë një detyrë që të çonte 2 bukë në shtëpi, edhe ja jepnim lekët, pastaj e thërisnim prap, ja jepim prap kaushat nuk i hanim. Edhe ajo mësua me mua, vinte çdo ditë, unë fillova t'i bleja në një dhurat, në një robë, në një kështu, pastaj një ditë ishte rrëzuar e jema të ka qenë tregu tek para parlamentit, ka qenë një treg, më kujtohet atëre, ishte rrëzuar e jema ishte smur. Edhe më thiri kjo, është mami i smur, unë lash punën edhe. Sa vjeçe ishte vajza atëre? Vajza ishte një 4 vjeçe atëre. Po 4 vjeçe, shkoj unë atje, shoft nënën, më tha mua ti ma do Xhulim shumë, tha po amanet. E morëm nënën e çuam në sanatorium. Nëna e saj vdiq shumë, gjithsesi mua unë i thash, a mund ta marr Xhulin unë ta birsoj? Problemi që ndronte se ai procedurat njerku isha dhe pa shtëpi atëre. Po gjithsesi unë e gjeta mënyrën që ta trajtoja si fëmijët e mi. Vinte çdo ditë, më takonte çdo ditë, i bleja gjëra, i bleja dhurata, u lidha shumë shpirtërisht me atë fëmijë. Nëna i vdiq, pastaj s'kisha më të drejtë që ta kërkoja se njerku isha e sigurt që s'ma jepte. Pastaj në moshën 13 vjeç, Xhuli ka humbur, ka nikur gjithë shumë fëmijë në Itali, nuk e di, ishin gati 20 ca fëmijë që humbën atëre. A ka ikur me dëshira, po ka ngelur diçka kështu, ajo edhe nuk ma ka treguar mirë, se edhe e vogël ka qenë. Humbi, unë qava shumë atëre, sa buri më thoshte më çojte fshat i sos që të zgjidhja një vajzë tjetër. Edhe e gjetëm një vajzë me flok të zeza, edhe unë e kisha të fiksuar u do ta merrja një vajzë, edhe se thoshja që e dua më shumë për humanizëm, jo se bëja dot vetë, se unë kisha bërë 2 çuna, mund të bëja edhe një gocë. Por shkova me burrin dhe fëmijët atje, piketuam një gocë, ato bizetuam me drejtoreshën atëre, na tha që ti duhet patjetër që të kesh shtëpi që të marrësh një fëmijë. Thash unë a jep të drejtën që të vinë takojnë familjarisht një herë në javë kur ka ditëlindjen.
mirë, tha, do të kthej përgjigje, nuk na ktheu përgjigje dhe u tërhoqëm. Po njëkohësisht më doli Gjuli. Jo, Gjuli pastaj u rishfaq humbi, unë qava shumë kohë, e harrova, do me thënë këtë pjesë që do kthej më, e hoqa nga kujtesa, por kur kam dalë të Shqipëria live në televizor, ajo më kishte parë, aty pastaj më hodhi fotografin kur ishte e vogël, unë fillova të qaja, o Iliri, thash, tim shoqi, e gjeta Gjulin, e gjeta, qatë ditë pastaj erdhi në Shqipëri, kemi shkuar në atje, tani para një jave më ka dhënë lajmin më të gëzueshëm të jetës time, Gjuli është fejuar. Gjuli të trashëgohet. Edhe, do me thënë, jam krenare për të se ajo kishte ego, bënte qa bëja unë, për shembull, unë atëre bëja mëlçira në shtëpi, se erdhi dhe njërë kjo, kush ishte që filmonte këto intervistat, Paloma në shtëpi, edhe ajo rinte shikonte me fëmijët si gatue zupa tunë tortat, edhe kur ka vajtu në Itali, pasaj që ka shpëtuar na ajo se i kishin marrë që lypni në për Itali, i ka shpëtuar një shoqat, atje i kanë quar në kish, ajo kishte shprehur dëshirën që unë dua të shkoj në kurset e kuzhinës, punoj 12 vjet police zjarr fikse, mbasi mbaroj shkollën, edhe mbas asaj paralel bëri dhe këtë, fitoj Masterchef kuzhine dhe sot është nga picieret më të mira në Rom të Italisë. Bravo. Edhe unë jam krenare për Gjulin edhe për 2 fëmijët e mi që kam që ma kanë pranuar, do me thënë. Edhe është mëngjezi më i bukurimi që mua Flisni shpejt. Ajo më dërgon çdo mëngjes zemrat edhe mami mirëmëngjes. Do me thënë është për mua është Je bërë me vajzë, jam bërë me vajzë. Është ti Meri ke 2 çuna dhe një vajzë. Po, patjetër. Shkoni shpesh takoni. Unë biles loboj, edhe para ca ditësh pash një emision që kishin braktisur një fëmijë, prindrit, unë shkruajt atje, let ma japin mua, e rrisunat fëmijë, mos ta çojnë jetimore, të marri, te kam 2 mbesa le të rritet edhe ajo se një lugë më shumë është, e kupton, tani kemi, nuk është puna se nuk kemi mundësi të rrisim edhe një fëmijë thjesht për sevap. Por loboj që njerëzit i shikon të gjithë artistët, e mëdhenj, të gjithë futbollistët, kanë fëmijë dhe birësojnë fëmijë. Kështu që se birësuan një fëmijë, ta fusin në familje kush ka mundësi, do bëj sevap për një më të madh. Nuk është as Ramazani që mbajnë sevapi shumë i madh, as ti lutesh Zotit për ditë, do të bësh një vepër të mirë, merre një fëmijë, bashkoje me fëmijët e tu, edhe është, nuk e di, unë e kam për vete time amanet, edhe si kur ta marrin djemtë e mi, një fëmijë, edhe pse kanë, ky tjetri tani më është martuar, unë do ishte ëndra ime më e madhe, do me thënë, do më realizoj ëndra më e madhe. Nuk e di, po që nëse ka ndonjë podcast që mua më ka lënë pa fjalë është ky sot. Dua vetëm të shikoj, vazhdo fol, Meri. Faleminderit. Si po na ndjek dhe Çfarë do Giulia. të dëgjosh ti për shumë? Po ke dhënë disa mesazhe shumë të bukura. Shiko, problemi qëndron që jeta kështu është e ndërlikuar, është edhe e bukur, ka dhe sfida, problemi qëndron që ne duhet të gjejmë forcën dhe të mos dorëzohemi. E kupton? Se ka ditë më të bukura, ose edhe kur dorëzohemi lëndojmë të tjerë, lëndojmë fëmijët, lëndojmë të afërmit, kështu që ndaj duhet ta mbështesim njëri tjetrin, edhe në ditët kur ata ka nevojë shumë. Vjen një mesazh për zonjat, për nënat, se ti je fort vet, po ka disa që nuk e gjejnë atë forcën dhe nuk kanë mbështetje. Çfarë bëjnë ato? Në radhë të parë unë desha të jap një këshill për ju vajzat, që bëheni nëna, se për ty nuk e di statusin. Kam shonin 16 vjeç. Mashallah. Për vajzat e përkëdhelura, se nganjëherë themi që lobojmë për të mbrojtur femrën, lobojmë, por ka dhe shumë djemë të mirë të dhunuar nga disa vajzat përkëdhelura. Për shembull, pjesa në gjukat më ka bërë të njoh një anë të zezë të neve femrave, që ti se do atë djalë për shembull, më mirë mund ta lësh, po jo ta çosh deri në dyert e gjyqeve dhe të sajosh për të më dhunoj më ashtu, vetëm për të krijuar një ndarje dhe të dalësh me një opinion. E kupton? Kur lind fëmijë, duhet t'i flasi mendjes
do me thënë çdo kush, se ti vërtet jeton për dashurinë për burrin tënd apo për gruan tënde, po në momentin që lind fëmia ai është dashuria më e madhe për çdo prind. Edhe kontingjenti më i madh në burgje kanë qenë fëmijët e divorcuar, se në qoftë se një nën kishte rritur këta 2 djema apo këtë djalin e vetëm, ai merr peshën e burrit në familje, edhe do që nënës mos t'i mungoj gjë, se në natyra meshkujt janë kavalier, meshkujt marrin përsipër shumë gjëra. Them që ata futen në rrugë të gabuar për të nxjerrë lek për të mbajtur familjen. Se një grua e divorcuar e ka shumë të vështirë të rriti fëmijë. Ndaj duhet të vendosin çiftet balanca, edhe mos të presi gruaja, se ne gratë jemi pak egoiste. Ne me sa më shumë s'na japësh, aq më shumë ne nuk ngopemi kur, do me thënë unë them, jemi shumë egoiste, ndaj nuk ka ne kërkojmë barazi atje ku s'është për të kërkuar dhe nuk kërkojmë barazi në familje, presim gjithçka ta bjerë i burrit, ç'a do bëj burri. Kjo është jeta në Shqipëri, derisa jemi. Do me thënë, të dy duhet punojnë, të dy duhet investojnë për atë fëmijë. Jo femrat prishin rrogën për tualete, për permanente, për edhe fëmijët punoj burrit bëj 2 punë. Ajo s'është familje pastaj, se një burr i strapacuar nuk është më as baba për të mësuar fëmijët, as baba për gruan, kështu bashkëshor për gruan. Ndaj po them që u bëj thirrje, lindët fëmijë, kalojeni dashurinë te fëmijët, edhe mbani respektin si çift, se kaq është jeta shumë e shkurtër. E kupton? Unë nuk dua të lëndoj, por më kujto jetën tënde me bashkëshortin tënd. Nëse mundesh. Çfarë të them? Nuk dua të mërzitesh. Jo, nuk. Se unë e di që je fortë, prandaj të pyes kështu si pa te klif, po kjo është një plagë që ti nganjëherë themi që do jetojmë 100 vjet. Edhe e kapi me shumë kurajo, me shumë por, nganjëherë duhet të mendojmë që do vdesim edhe nesër. Mua kështu më ndodhi me bashkëshortin, nuk e mendoja kur që ai do ikte. Aq shpejt, më filloi një dhimbje krau, ishte një burr 100 kg, ishte një djalë vlonjat shumë fisnik, dhe mua të gjithë kur më thoshin që nga ke burrin Avlora, po, më thoshin mua. Po unë isha gruaja më me fat për të, se ai më la dy djemë të mrekullueshëm dhe kanë, do me thënë, unë kur ishte gjalla ai thosh ja më ngjajnë mua. Por sot e kuptoj që ata kanë fisnikërinë e tij atit. Edhe them që ka qenë një bashkëshor dhe baba shumë i mirë, se nuk mund të rriten 2 fëmijë të mirë vetëm me egon time për shembull, pa qenë ai. Figura e babait është shumë e rëndësishme. Ishte edhe njëri pozitiv, se ne pleqëruam nënën të dy dhe rrallë e bëjnë, se shumica thonë të prindërve nuk vete unë të dhëndri, po ne nuk duhet kushtëzojmë dhe vëllezrit. Po, e vërtet, ashtu është jeta sot. Kështu që vajza dhe djali për mua janë njësoj. Unë për shembull nuk kam vajza, po jam shumë e lumtur me djemtë e mi, se janë të dashur, nuk e ndjej pjesën e vajzës, jo që unë kam dhe Xhulin tani, se e kupton, por është një dhimbje madhe që nuk e kuptojmë kur e kemi gjallë, ndaj po themi, kërkojmë pse s'u lye kjo, pse ne po kuptojmë se lumtur jemi. E kupton, ne kërkojmë qiqran e hell, themi. Edhe ua kërkojmë burrave, ndaj themi jemi egoiste. Sot që s'është mendoj, them unë, duaj një tel në verandë. Por çe do telin? Merr ashtu hapi rrobat. Për shembull, unë më ka ngel me raka i pjesa e telit, edhe ai ditët që u sëmuru i detyroj fëmijë, do me thënë që bëjeni atë telin se nuk e bëra unë. Janë disa gjëra që të ngelen peng, jona, edhe ndaj them, duajni burrat, se burri është pjesë shumë e rëndësishme. Të gjithë kanë vendin e vet, babai vendin e vet, vëllezërit vendin e vet, fëmijën vendin e vet. Po sot më duket sikur më ka rënë supet që s'është ai. Do me thënë është shumë e vështirë. Njerëzit, ata që ikin nuk ikin për gjithmonë. Meri, ato lën kujtime shumë të bukura. Sigurisht. Neve jemi gjithmonë me ta. Kështu që me atë forcë që ke përballuar deri tani çdo sfidë, po me të njëjtën forcë do ta përballosh edhe këtë, dhe sigurisht nuk janë ligjet për vete, po. Mirë është që njeriu ta gëzojë jetën e vet, jo të iki para kohës, se të ngelet nuk është puna se unë qaj se kam ngel vetëm, unë jam e plotësuar nga të gjitha anët. Jam një femër që
nuk kam frikë nga jeta, edhe të mos jem në punë. Unë marr arkën me banane e shes për shembull. Unë nuk kam turp nga puna se kam provuar, domethënë që me punë vetëm nderohesh, nuk turpërohesh. Por problemi më vjen keq për jetën e atij, pse mos jetonte, të gëzonte frutet, mbesat, për shembull. Për mua është shumë e rëndë kur mbesa e vogël, për shembull, bie Zilja, thotë erdhi gjyshi, për mua është shumë e rëndë kjo pjesë. Edhe se ku i ri, domethënë, nuk është. Miri, do të kalojmë një moment tjetër tani, se ti je shumë krenare për çfarë ke arritur. Çfarë të bën më shumë krenare? Ne ja dolëm gjithë bashkë si familje. Më bën krenare që çdo guri e hedhur në atë shtëpi që kam unë, është kontributi të katërve, jo vetëm imi, i burrit, apo të themi ne e bëm ne prindërit e s'është i fëmijëve. Ne kemi pasur fëmijë gjithmonë krah shkollës, ata kanë punuar krah për krambene. Ndaj e thash edhe më parë që fëmijët duhet të angazhohen në punë. Çfarë është lumturia për Merin? Lumturia nuk ka çmim, them unë. Lumturia është gjëja më e bukur që mund të ketë njeriu, ose është çfarë të them unë, është treni i jetës, treni i frymës, të marrësh frymë, nuk merr dot frymë pas je e lumtur. Mund të kesh lek, mund të kesh, po pas kesh lumturi je i vdekur. Kështu që mesazh u jap njerëzve, lumturoheni njëri tjetrin, bëheni të lumtur, mos u gricni, mos lëreni të smirën me njanë, xhelozin me njanë, se këto janë dy gjërat që prishin lumturinë, jo të vetes tyre, se kush një person që të bën keq, ai është i vdekur për vete, domethënë. Kështu që lëreni të smirën me njanë edhe të jenë të gjithë njerëzit të lumtur. Unë të falenderoj për çdo fjalë dhe çdo mesazh që ke dhënë në këtë podcast. Faleminderit juve, dashuriona. Ishte kënaqësi për mua.